të marrë një rast hipotetik. Për shembull, është një fëmijë që dëshiron një lodër që nuk e ka nevojë. Ose do të ëmbëlsira që i bëjnë. Dhe nëna i thot jo. Kemi dhe babain që thot po. Si veprohet në këtë rast? Pra, babai më ka duhet jetë palë me fëmijën apo me nënën? Shiko, natyrisht ka një vit të tretë gjithmonë. Ti thot, ti marrim leje mamit se mami ka të drejtë. Po them që ti ke qenë gjithë javën i mirë, apo ke bërë gjithë këto, dhe po i marrim, shkam të dy të i marrim leje mamit, do flasun. Dhe i mëson fëmijës dhe një mënyrë që fjalët nuk janë vetëm po dhe jo, ose sjellja nuk është kaq. Jep një mundësi, domethënë të kuptoj që po ti gjejmë fjalët e duhura, ne ja arrim qëllimit. Se i mëson dhe etikën e të folurit fëmijës. I mëson etikën e se si mund të zgjidhim, jo vetëm dua s'dua, po ka edhe një mënyrë tjetër, ka një alternativë tjetër, që po ta përdorësh me mend, ja arrin qëllimit. Edhe shkohet ke mami, thot, i thua këto fjalët, ja ka dalë mirë që unë t'ja japi. Se të gjendur e mesme art të latinit. Është e vërtet. Ka gjithmonë zgjidhje, dhe pastaj kur nuk ka zgjidhje, atëhere mund të ndërhyj babai dhe thot, hajde këtu të shkojmë të luajmë me top ne të dy, na da se dhe mua më kanë zehur sot gruaja ime dhe mamaja jote. Dhe të bëj dhe ti tregoj çfarë janë ata të dy me njëri tjetrin. Po shkojmë po luajmë me top dhe qetësohemi dhe pastaj ham do një darkë të mirë apo një drekë të mirë. Shiko, gjithmonë ka ne çalojmë në këtë drejtim të etikës, unë këtë e shoh, kam vite që përballen me këtë. Po, është në etikën tonë të komunikuarit.